Si ja ke mundur me përcjell? Me thonë drejtën, Anglia, Kroacia ka qenë një nivel pak më i lartë se saj që e kemi pa edhe në aspektin e parafër të kualitetit, për shkak se kanë qenë dy kombëtare në të cilat ka pas kurreshtje të madhe për mi pas se çka kanë në brendësitë e tyre dhe cili do të jetë ai sinjali i parë që do ta japin në këtë botëror. Ndeshja e parë jashtëzakonisht është shumë e rëndësishme, edhe mendoj se Anglia dha shumë sinjale pozitive me një futboll shumë direkt, shumë konkret, duke e shfrytzuar ato kapacitetet fizike që i kanë si kombëtare. Përndryshe Francën e kanë pas si njëra prej kombëtarëve që brenda grupit kanë individ shumë cilësor dhe besoj që do të mund të shkojnë lart. Po ashtu edhe Argentina, megjithse akoma nuk është vu përballë një testi real, për shkak se të gjitha përfaqësuesit me të cilat ka zhvilluar lojë nuk kanë qenë ndoshta të një nivelit që do të mund t'i bëjnë ballë. Do të jetë interesant të shohim tash për ballet e treta dhe të shohim se si do të vazhdoj ajo forca në grup, ai kontinuiteti dhe për shkak se ndeshjet njëra pas njërës, mendoj që edhe ajo është një faktor shumë i rëndësishëm që nuk kanë kohë ndoshta shumë futbollistët për rikuperim, pavarësisht faktit se ata performojnë në nivele të larta dhe kanë programe specifike se si të mrinë deri, domethënë sa më shpejt te regenerimi, mirë po, kjo është e gjitha, domethënë këto janë kombëtarë që sipas mendimit tim kanë spikat. Ti për kë bën tifo? Unë bëj tifo për Mesin, për Lionel Mesin, edhe kado që Messi shkoj. Po normalisht që kisha pas dëshirë Argentina me fitu, për shkak të Lionel Mesit. E pse jo Ronaldo? Një përballje Argentinë-Gjermani në finale. Pse jo Ronaldo nuk është, unë jam tifoz i Mesit, edhe jam kundër dëshirës që me fitu Ronaldo kampionatin. A shikon futbollin prej vitit 2008 apo edhe më